Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Thot autori, Allah më shiroft, në librin e tij të Sahih Dua, Sheikh Bakr Abdullah Abu Zaid, në lidhje me lërkundjen, tema radhë sot lërkundja gjatë dhikrit dhe duas. Lërkundja gjatë dhikrit dhe duas, lërkundja trupit para, brapa, ose djathtas, majtas, ose vetëm me kokrës. Çfarë gjykimi ka? Mund të keni parë, të paktën nëpërmjet rrjeteve sociale në YouTube, disa të cilët bëjnë dhikër duke u tundur e duke u shkrundur. Çfarë gjykimi ka diçka e tillë, ky lloj dhikri i çuditshëm? Thot autori, Allah më shiroft, në lidhje me këtë çështje, përmend atë lërkundjen, përmend gjithashtu edhe dridhjen. Ndonjëherë bëjnë edhe me të dridhur, dridhen, pra sikur i pushton diçka. Apo me atë që ata e quajnë et-tawajud. Et-tawajud të sufisët, sipas interpretimit të tyre, është shfaqja e devotshmërisë, e gjendjes emocionale të dukshme gjatë adhurimit, që tregon për kushtim dhe devotshmëri në adhurim. Edhe të ndjenjë e manifestojnë me anë të lërkundjeve, me anë të dridhurave të trupit, me anë të goditjes së tokës me këmbë, apo goditjes së kraharorit, apo fërshëllimave, kërcimeve, duartrokitjeve, gjendjeve si të fiktit, pra që binë si në gjendje të fikti e tjerë. Keni pa? Pra që rrëzohet e duhet shku takoj atë imamin e vetë, me vrap, duhet u hedhur për pjetë, dhe duhet kërcyer, duhet u dridhur, duhet përkullur e lërkundur, i binë edhe si gjendje të fikti. Thot autori se një gjë e tillë, thot, origjinën e kanë nga qafirët, adhuruesit e viçit. Pra, këto lloj formash gjatë dhikrit e kanë origjinën nga adhuruesit e viçit, të cilët i përmend Allahu i lartësuar në surën Taha, dhe ka për qëllim pasuesit e Samiriut, Qifutit, që kur Musa alayhis salam shkoi të merrte shpallin nga Zoti i tij, ai çfarë bëri? Mori nga gjurmët që la kali Gjibrilit, alayhis salam, mblodhi floririn që ishin me vete Ben Israilet, dhe u bëri atyre një viç dhe u tha, hadha ilahu Musa fanasi, ky është Zoti i Musait, pa ja ka harru. Dhe u bëri atyre një viç që u lërinte apo polliste. Kjo për faktin se ishte një brim nga mbrapa dhe nga goja, kur hynte era, lëshonte të lloj të pëlliture. Dhe thot autori, shumë nga mufesirinët thotë përmendin se ata kur adhuronin viçin, kërcenin, hudheshin përpjet adhurimin, pra nga format e adhurimit viçit ishte se hudheshin dhe kërcenin. Dhe shfaqin të gjendje, apo e quani si gjendje e tawajud, pra ajo shfaqje e devotshmërisë, emocioneve gjatë përkushtimit në adhurim me anë të këtyre veprimeve. Dhe thotë Zemkhasheriu në mufesirinët e njohur, në lidhje me fjalën e Allahut të lartësuar, wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahum dhulla dhannu annahu waqi'un bihim. Në ngritëm si për tyre malin, që dukri si hije, e ata besonin se do të binte mbi ta. Thot dhe përcjell nga të tjerë se gjatë leximit që ata bënin, këndimit që ata bënin në adhurimin e viçit, përkuleshin, lëkundeshin, dhe kjo është nga veprat e qifutve që e bëjnë edhe kur lexojnë Teuratin. Keni pa? Qifutet, kur lexojnë Teuratin, e kanë të lloj të përkulur, të lloj lërkundje. Dhe më pas thot autori, Allah më shiroftë,
përmend thotë se është përmendur diçka e tillë në librin Bid'a al-Qura, bidatet e kënduesve të Kuranit. E atyre që lexojnë Kuranin, jo të gjithë, disa, thotë në një temë të këtij libri se dietarët e Andalusit kanë ndaluar fort dhe ashpër nga përkulja, të dridhurat apo veprimet e ndryshme gjatë leximit të Kuranit, dhe se diçka e tillë është bidati i çifutëve, pra e shpikur nga çifutët, e cila më pas u përhap në vendet lindore në Egjipt, se lindja e Andalusit është Egjipti. Dhe diçka e tillë nuk ka qenë dhe nuk është përcjell nga selefët e mirë të këtij ummeti. Dhe ndihmëtari i sunetit Ibn Abu Zeid al-Qayrawaniu, i vdekur në vitin 386 të Hijrit, Allahu mëshiroft, në një libër të tij kitab, në një libër të tij ku flet për rregullat e leximit të Kuranit dhe bidatet që bën atë, thot dhe përmend se ka ndaluar pra në diçka e tillë. Dhe thot Abu Hayyan an-Nahwiyu, Muhammad ibn Yusuf al-Andalusiyu, ka qenë nga dietarët e gjuhës arabe, ka vdekur në vitin 745 të Hijrit, në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa taala në tefsirin e tij Al-Bahrul Muhit. Abu Hayyan ka një tefsir që quhet Al-Bahru Al-Muhit. Në lidhje me ajetin kuranor që përmendëm më parë, dhe kur ne ngritëm mbi ta malin dhe si hije dhe ata menduan se do të binte mbi ta, thotë se kur Musa alayhi salam mori pllakat në të cilat ishte libri i Allahut, pra kishte shpallje nga Allahu i lartësuar, nuk mbeti pemë, mal, gur, vetëse u drodh. Vetëse u drodh. Kjo nga madhështia e shpalljes së Allahut të lartësuar. Prandaj çdo çifut që lexon Teuratin, vetëse e lexon duke u dridhur dhe duke tundur kokën e tij. Duke u dridhur dhe tundur kokën e tij. Më pas, thot autori, Allahu mëshiroft, ky lloj bidati u përhap edhe tek fëmijët e muslimanëve. Siç kam parë thotë në Egjipt, në vendet ku ata mësonin dhe lexonin librin e Allahut, në të dridheshin, lëkundeshin, përkulnin kokat e tyre, ndërsa në vendet tona, në Andalus, pra është vazhdimi i fjalës së Abu Hayyanit, në Andalus dhe në perëndim, ka për qëllim perëndimin e Andalusit, si Maroku e tjerë, nëse mësuesi i Kuranit sheh dikën nga fëmijët e vegjël ta bëjë diçka të tillë, e ndëshkon atë, e edukon atë, pra ndalon, qoftë edhe duke ndëshkuar. Prandaj dhe i thot mos lëviz, mos u lërkund, siç bëjnë çifutët në mësimet e tyre, pra në mësimin e Teuratit. Pra nga vjen ky lloj dhikri apo leximi i Kuranit me origjinë nga çifutët. Dhe ne jemi ndaluar t'i përngjasojmë atyre. Dhe ka thënë një tjetër dietar, Ar-Ra'iu al-Andalusiyu, edhe ky spikase në gjuhën arabe, Allahu mëshiroft, ka vdekur në vitin 853 të Hijrit, se ka thënë, në këtë mënyrë thotë, vendet e Misrit i përngjasuan çifutëve duke u dridhur dhe duke u lërkundur në mësimin e tyre, gjë e cila është vepër e çifutëve. Dhe thotë autori më pas, Allahu mëshiroft, prandaj thotë, për ata që përkujtojnë Allahun, për ata që i drejtohen me dua Allahut, për ata që mësojnë librin e Allahut, për ata që u mësojnë të tjerëve nëpër medrese të ndryshme, mësimin e Kur'anit, memorizimin e tij, duhet ta largojnë këtë lloj bidati prej lërkundjes dhe përkuljes gjatë leximit të Kur'anit dhe t'i edukojnë fëmijët e tyre me sunnet dhe distancim nga bidati. Prandaj thotë mos u mashtro me pretendimet e tarikateve të ndryshme,
duke u përpjekur apo duke tentuar të sjellin argumente që sipas tyre e ligjësojnë kërcimin gjatë dhikrit. Dhikr duke kërcyt. Keni pa cilën rrotull vu, apo hudhen përpjet, apo vetëm kokrat shu i tundin, ca për tyre mbajnë dhe flok gjatë, që ngjajnë me ato metalit, ato grupet e muzikës rënd, kur i sheh vetëm kitarja në dorë, mungon atyre edhe strana si ndryshim në ato shejtanët e metalikave e tjerë. Dhe ata pretendojnë se pa adhurojnë Allahun. Dhe çdo musliman kur i sheh e kupton që nuk përkon me natyrën e Islamit një veprim, një adhurim i tillë që më tepër ngjan me çmenduri kolektive, me çmenduri, pra njerëz të shpërfytyruar me ato në pamjet e tyre nga veprimet që bëjnë, florë të gjata, të prishura etj, të pambajtura mirë, vepërkuljet, të tundjet, të lërkundjet, të dridhjet që bëjnë, nuk është e natyrshme, nuk është e hijshme. Ndërkohë që çdo adhurim në Islam është i bukur, i hijshëm, është i qetë, ka qetësi. Nuk ka zhurmë, nuk ka britma adhurimet në Islam. Të cilët edhe kur sjellin ndonjë argument që është i saktë, e interpretojnë atë sipas interesit të tyre. Siç bëjnë për shembull edhe ata që duan të ligjësojnë me vludin. Sjellin argumente nga Kurani, hadithi që urdhërojnë për bindjen dhe pasimin e profetit alayhis salatu wasalam. Por kjo është tjetër gjë, dhe tjetër gjë është shpirtësh bidate në fe, dhe pastaj thuash i bëj tënda dashuria për profetin alayhis salatu wasalam. A vashi se nuk e do ti profetin alayhis salam më shumë se Abu Bekri, se Umri, se Uthmani, se Aliu, se sahabët, se selefët e mirë. Dhe as se dietarët e mëdhenj. Ose sjellin argumente të dobta që nuk mund të merren për bazë. Prandaj kushdo që vështron në studimet e ndryshme, të cilat janë përpjekur t'i bëjnë ekstremistët e këtyre tarikateve, do të shohë se argumentet e tyre janë të rrëzuara, të pavlefshme, si nga kuptimi, ashtu edhe nga zinxhiri transmetues. Çështja tjetër që sjell autori thotë këndimi me melodi dhe ritëm në dhikr dhe lutje. Pra të bësh dhikr dhe dua me rim, me melodi, me intonacionet zërit. Allahumma salli ala, që shqyqon me i bum, se kush pa e ndjerë të shi atë. Kemi fatë sa salavatet çuditshme që i bëjnë si me melodi, si një këngë. Këtë edhe të tjera ka për qëllim autori me këtë temë. Thotë, dhe nga bidatet që kanë bërë njerëzit me anë të zërit gjatë kryerjes së adhurimeve është bidati apo përdorimi i toneve duke u dhënë aty asaj si melodi muzikore, duke ngjarë si një melodi muzikore, pra përdorin intonacionin, zërin e tjerë, duke ulur apo duke ngritur apo duke e përdredhur zërin e tyre, sigur është efekt muzikor. Apo me anë të intonimit, të ezanit, duke kënduar atë, duke thirrur atë si një këngë. Ka disa që u thrasin ezanin ose zgjasin tepër duke dridhur zërin, apo duke ulur dhe duke ngritur për t'i dhënë atij bukuri dhe ngjashmëri me melodinë e muzikës, kjo është të ndaluarat. Kam parë një herë një zëvendës mufti të një qyteti të rëndësishëm në një vend musliman, që është pranë nesh, i cili po u jep të mësim disave se si të thërrisnin ezanin. Pra, kishte mbledhur disa imam dhe po mësonte se si të thërrisnin ezanin. Çfarë bëri, thoni ju? Nxori fleta me pentagrame dhe nota muzikore në të. Po. Pra, ta mësosh ezanin nëpërmjet notave muzikore dhe fillojej ta implementoj ezanin në bazë të notave muzikore. Uljes, ngritjes, forcës, butësisë që kanë ato e tjerë.
Dure shoqëruar me këto nota muzikore. Vetëm vetla mungonte aty. Ndoshta s'ka pas me vete, se po t'ishet atë do e sillte. Subhanallah. Ky është kleriti i lartë zëvendës mufti i një qyteti të madh, të një vendi të madh musliman afër nesh. Subhanallah. Dalalet, humbje madhe. Shmangje madhe nga suneti. Siç e veprojnë thot në ezan, thot autori, në dhikr, në dua, apo në salavatet për profetin sallallahu alaihi wasallam, apo duke mbajtur dhe hutbën e xumas me rim. Turimi për qëllim, siç e kemi përmendur më parë, që e përmend autori, rimën e stisur, pra kur ti vetë sa janë. Ama kur të vjen natyrshëm është gjë tjetër. Nuk është për qëllim. Por ndarimi është tek rima e stisur, pra që ti përzgjedh vetë fjalët në mënyrë që kur të rënditen dhe të përmenden njëra pas tjetrës të ketë rim. Apo ngritja e zërit në dhikr dhe dua, apo të bërtiturat me dhikr dhe dua në namazin e xhenazës. Siç është për shembull përcjellja e xhenazës me tekbire, që ndodh në disa vende islame. Kjo është bidat. Sahabët e varrosën profetin sallallahu alaihi wasallam, varrosën njëri tjetrin, selefët varrosën ulemat e tyre, ulemat njëri tjetrin, dhe nuk i shoqëronin xhenazet me të bërtitura, qoftë kjo dhikr dhe dua, me tekbira apo diçka tjetër. Por në heshje duhet përkujtuar fundin e tij gjithsecili. Dhe akoma dhe më keq, siç bëjnë disa edhe me banda muzikore. Me band muzikore. Apo dhikri me xhamat ndërmjet teravive. Pra mbarojnë për shembull 4 teravi, fillon dhikr bashkarisht gjithë bashkë me groj. Ose siç mund ta bëjnë tek ne tekbirët e bajrameve me zë bashkarisht me xhamat. Ato bëhen me zë, po bëhen në mënyrë individuale. Ky është suneti, jo me xhamat. Të gjithë në të njëjtën kohë. Fillon muezini apo imami, fillojnë dhe ata, mbaron ai, mbarojnë dhe ata. Jo. Nuk është ky suneti i profetit alayhi salatu sallam në lidhje me këtë adhurim. Apo dhikri dhe dhikri gjatë përcjelljes së haxhinjve dhe ardhjes së tyre. Ka qenë traditë më parë edhe në vendin tonë, para ndalimit fesë, më parë kur përcjellshin kur do ishin disa njerëz të një qyteti apo fshati për haxh, dilte qyteti dhe fshati për t'i përcjellë. Ishte gjë e bukur deri këtu. Por i përcjellen me këngë, me tekbira, me dhikra të ndryshëm e tjerë, duke e ngritur zërin, duke bërtitur. Kjo nuk është prej sunetit të profetit alayhi salatu wassalam. Apo thotë ulërima dhe britma gjatë thënies amin në namaz. Më ka qelluar ndonjëherë rrallë, alhamdulillah, që dikush i shtyr nga dëshira e mirë, i pa ditur në fe, ka qenë i ri musliman i ri, duke ditë që duhet ngrit zëri te amini, mendon se duhet ta ngresh sa ke fuqi. Dhe ka bërtit aq shumë sa që më ka shpërqendruar fare. Më ka shpërqendruar fare në namaz. Nuk bën. Thuhet me zë, po jo zë që hyn tek, pastaj nga një zë normal hyn tek e bërtitura, tek ulërima. Ja. Por brenda kufive të asaj që është normale. Apo ngritja e zërit me gjatë leximit të ajetit kursi pas namazit me xhamat. Pra mbarun namazin me xhamat, fillon muezini apo imami të kursi, fillon dhe xhamati. Me zë. Edhe kjo lloj forme nga bidatet. Apo fjala muezinit pas përfundimit të namazit, farzit. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Edhe ngrihen falin sunetet pastaj. Do që në disa xhamia. Vërtet muezini me këtë lloj dhikri, që është i ligjësuar pas namazit, por në mënyrë individuale dhe në heshtje. Po jo në këtë lloj mënyre. Apo thotë ngritja e zërit
pas namazit duke dhënë salavate për profetin alayhis salatu wassalam. Edhe kjo lloj forme në salavat, thot autori, është nga bidatet. E të tjera janë shumë për të ardhur keq. Bidate që mund të jenë bidate në vetë llojin e tyre, apo bidate për shkak të mënyrës së zërit me të cilin ato thuhen, siç mund të jetë e bërtitura e tjerë. Dhe kjo lloj e ngritjes zëri u quajt me emrin e taqlis, siç e përmendet Tartushiu thot në librin e tij El Hawadith ul Bid'a, shpitjet e bidatet, se Imam Malik, Allahu më shiroft, e ka ndaluar diçka të tillë në dua. Dhe e ka ndaluar diçka të tillë në dua për ngritjen e zërit, siç ishte në disa nga format që përmendëm. Dhe një gjë e tillë thot ndodh edhe të disa imamlar, thot, gjatë duas së kunutit në Ramazan, të cilët e ngrejnë shumë zërin e tyre gjatë duas. Siç mund të thot për shembull, o Zot, na ruaj nga dënimi i zjarrit. O Allah, na jep xhenetin. Pra e ngrejnë zërin, pra edhe pse ka mikrofon, s'është nevojë të bërtas, por duhet ta ngrejë zërin aq sa që është e nevojshme të dëgjohet mjaftueshëm qartë nga xhamati, ai vërtet qëllimisht për t'i dhënë intonacione të forta, emocionale xhamatit me anë të duas. Ja, edhe kjo gjë nuk lejohet. Apo ulja dhe ngritja e zërit, i përdor edhe këtë, e ul dhe ngren zërin. O Allah, na jep xhenetin. O Allah, na ruaj nga zjarri. Pastaj e ngren. E tjerë. Edhe kjo lloj forme, por duhet të jetë zë nga fillimi në fund konstant, i njëjtë. Përveç rastit kur lodhesh të bie vetë fuqia e zërit në rastet e lodhjes e tjerë. Apo siç thot bëjnë disa, thot gjatë leximit të Kur'anit me qëllim për të shkaktuar të qartë xhamati. Ka disa imam për shembull që kur vjen radha për të lexuar një ajet që përmendet dënimi në zjarr e tjerë, e përsërit atë 2-3, por edhe më tepër herë, dhe ngren zërin fort që ta bëj xhamatin të qaj. Jo, nuk është ky leximi, mënyra e leximit të profetit alayhis salatu wassalam. Dhe ase selefëve të mirë. Nuk është kjo mënyra e leximit, por lexon në mënyrë të rrjedhshme, në mënyrë të qetë. Dhe ai që i rafrit Allah emocionohet, ai që s'e rafrit bërtit sa dushti. Më tepër do qajnë rafrita zërit tënd se sa nga ajo që përmban ajeti. Nuk është kjo. Prandaj thot adhurimi Allahut me anë të këtyre bidateve që janë futur në Islam, qoftë në dhikr, në dua, janë me origjinë dhe janë nga shenjat e xahiliyetit. Siç vepronin ata në Kabe, në Mesjidul Haram, ku thot Allah subhanahu wa taala, "Wa ma kana salatum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasdiya." Thot Allah subhanahu wa taala, lutja e tyre në shtëpinë e shenjtë ishte vetëm fërshëllima dhe përplasje duarsh. Fërshëllenin dhe përplasnin duart. Për kjo lloj gjurme, siç bëjnë sufistët e tarikatave të ndryshme, gjatë dhikrit e tjerë, është nga me origjinë është prej xahiliyetit, pra jo prej Islamit. Dhe thotë Al-Alusiyu, Al-Imam Al-Alusiyu rahimahullah, ka lindur në Bagdad, nga dietarët e mëdhenj, ka qenë faqih, i ditur në fikr, në tefsir, ka dhe një tefsir të vetin, në hadith, ka pas një memorie të shkëlqyer, vështirë të harronte diçka që e lexonte dhe mësonte. Ka qenë imam i madh, Allahu më shëroft. Thot,
Fjalë të tilla thot, nuk mund të, vepra të tilla thot, nuk mund të konsiderohen adhurim, por janë nga shenjat, simbolet, veprimet e xahilijetit, siç të cilat i veprojnë sot disa njerëz të paditur nga muslimanët në xhamitë e tyre, duke duart trotitur, duke bërtitur, duke përplasur duart dhe me të gjë pretendojnë se po i bëjnë dhikr Allahut. Por kjo nuk është gjë tjetër veçse veprimet e xahilijetit. Prandaj thot autori Allahu mëshiroft, jo vetë dietari më parë shumë thotë, por çu thotë edhe melodia, ndjetja e melodisë apo bërja e dhikrit të duas me melodi, me anë të zërit, salavateve e tjerë, është për ngjasi me të krishterët, të cilët e futën diçka të tillë në adhurimet e tyre, pra ata se kanë pas. Dhe as nuk i urdhëroi thotë Isai alayhi salam për këtë gjë ata. Por janë nga bidatet e tyre, siç e përmend diçka të tillë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Prandaj thot në fund autori Allahu mëshiroft, ajo që shohim dhe dëgjojmë në kohën e sotme prej çështjeve të tilla, dhikri duas në formë këngë me melodie apo shoqërimi me të përplasura britma, goditje, këmbësh, rrahje duarsh e tjerë, në dua është të cilat i bëjnë, janë prej veprave që i bëjnë rafidat dhe tarikatet sufiste. Prandaj është detyrë për pasuesit e sunnetit që të kenë kujdes dhe të tërheqin vëretin njëri tjetrit nga përngjasimet e tilla. Nga përngjasimet e tilla. Kjo. Elusim Allahun subhanahu wa taala na mundsojnë edhe të jetojmë sunnet dhe të vdesim në sunnet. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.